Tash, do të thotë, fatkeqësisht në Kosovë, do të thotë momentume historike që i ka kalu Kosova prej vitet 99 e tutje, bën përpjekje që të bëjnë përfitime politike, të thotë parti politike apo individ të caktuar. Tash, do të thotë, nëse morë për bazë presionin që privie Kosovës në 4-5 vitet e fundit, kryesisht lidhur me marrëveshjen e Brukselit dhe planën e veprimit të orit, themelimin e asociacionit, mund të themi që është një presion jashtëzakonisht i butë në raport me presionin që kishte Kosova në kohën kur ishte do të thotë për ta themeluar gjykatën speciale. Tash do të thotë kemi lider politik të cilët qahen para mediave, viktimizohen para popullit për pojena politik për çështje populliste, po ke pasur lider të Republikës Kosovës ose para shpalljes pavarësisë, të cilët do të thotë kanë bërë veprime, kanë zhvilluar takime me ndërkombëtar, kanë bërë kompromise, përmes të cilave do të thotë është avancuar shtet formimi i Kosovës, institucionet e Kosovës, po sigurisht që do të thotë në të bërë edhe kompromise. Tash një ndër kompromiset mund të themi më të rëndësishme ka qenë themelimi i gjykatës speciale dhe ky proces nuk duhet parë i ndarë prej fillimit të dialogut ose kërkesave të para për fillimin e dialogut, do të thotë shpallja e pavarësisë u legjitimua nga ky mekanizëm, por që pastaj në një farë do të thotë nuk erdhën rezultatet e duara për partnerët ndërkombëtar. Nëse më lejohet, tash partnerët ndërkombëtar besoj këtë kanë thënë edhe shumë të tjerë, kanë pas pritje legjitime se pas vendimit të GND-s, edhe Rusia, edhe Kina dhe shtete tjera të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, një farë do ta njohin realitetin dhe do të kemi si të themi një numër më të madh të njohjeve përmes të cilave do të legjitimohet të shpallja e pavarësisë për një numër më të madh të shteteve. Kur kjo nuk ndodhi, pastaj do të thotë si kërkesë që të kemi një dialog të ri, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e SBA-ve, ku koordinizua dialogut dhe si duket të thotë ndër kërkesat kryesore në atë kohë të Serbisë ishte të thotë të themelohet një gjykatë speciale, e cila fatkeqësisht mund të themi u përshtat ose në mënyrë e përkrahur edhe SBA. Për të arsyeve pse u themelua, që të mos kthehemi edhe një herë krejt në fillim të themelimit të gjykatës, sot më tepër do të fokusohemi tek praktika që po aplikohet në raport me të akuzuarit. Besnik, ti si e sheh fillimisht pyetjen që ja bëra dhe hatit, kjo pjesëmarrje kaq e madhe e njerëzve tingëllon si protestë kundër gjykatës speciale? Apo është në kulturën tonë që ketë pjesëmarrje të tillë? Edhe për faktin që ne qysh në ditën kur ndrojet Haxhi Thaçi, pam që në publik pati shumë reagime, pra pati u shpreh ngushëllime në mazë, çfarë nuk kemi parë domethënë për shumë personalitete, dhe kjo nënkupton që akoma pa e marrë lajmin nëse do të mund t'i lejoj zotit Thaçi ose jo pjesëmarrja në varrim, ati kishte pra në këtë masë shprehje nderimi për figurën e zotit Thaçi. Unë shkrova edhe dje, thash që nuk do duhej që për shkak të statusit të ti familjar t'i bëj gjithë ky respekt, në kuptimin që Haxhi Thaçi thjesht nuk ka qenë edhe nuk është baba i një ish presidenti dhe një ish kryeministri, sepse një ish presidenti edhe një ish kryeministri edhe një presidenti, kryeministri, ministri, zëvendës ministri mund t'i vdet babaj, nëna dhe tjertë, por nuk është të thënë që këtë mobilizim të këtil. Haxhi Thaçi duhet respektuar për shkak të kontributit që ai ka pasur brenda familjes për të ndikuar tek fëmijët, për të edukuar fëmijët në frymën e tillë sa t'i mobilizoj për të bërë rezistencë në situatën çfarë ka qenë Kosova, dhe merita e tij konsiston pikërisht në kontributin që ai ka dhënë në familje dhe në ndikimin që ai ka pasur në edukimin edhe në karakterin e zotit Hashim Thaçi, që pastaj është përcjell me veprimtarinë e tij, qoftë ilegale gjatë viteve të 10 edhe 90, qoftë pastaj gjithë kontributin e tij në ushtrinë qëllimtare të Kosovës që ka pas në fund të viteve 90. Por realisht nuk është se i gjykojmë ne kështu rollet e njerëzve në shoqëri.
kur të flasim për Haxhi Thaqin, dhe jo vetëm për Haxhi Thaqin, por për babajnë, për nënën, për familjarin e secilit herot luftës, secilit njeri që ka dhonë, ka derë gjak për Kosovën, që ka dhonë një kontribut pa shembull, nuk duhet të flasim si baba i filan personit, duhet të flasim si një njeri që ka lënë gjurmë në të arritunat e Kosovës në përmjet arsimimit, edukimit, emancipimit që e ka bo brenda shtëpisë së tina. Pra, sot Haxhi Thaqi duhet ndëru për shkak të kontributit ti, jo për shkak të fëmijëve dhe statusit familjar që ai ka. Vetëm nëse më lejon besnik, vetëm shkurt. Unë besoj që duhet mjur kontributi sepse tash nëse flasëm vitin 2025, të është një farmire shumë e thjesht me letësu, të thotë një farmire këtë punë. Tash nëse morëm vitet 90-ta, po flasë duhet jemi të regionit të Drenicës, kemi pas familjar. Tash me pas djallin në ilegalitet, të thotë sakrifisa ka qenë tërë familjes. Në vitet 90-ta nuk ka qenë fare letë, që në shtëpi me tarë në 2 natës, policia serbe, me të maltërtu, me të bastis, ku e ki djallin. Do thotë sepse tash është e vërtet që kontributi Hashim Thaqit, Katri Veseljet, e shumë ushtarëve tu që kësë ka qenë, do të thotë, personal. Po pasojat e veprimeve të tyre, pa pikë dyshim, do të thotë, i kanë partë edhe familjartë. Tash me jetu në Broj, me jetu në Skenderaj, me jetu në region vitet 90-ta. Vetëm se ke qenë ati regionit, do të thotë, një farmyre ki pas konsekuenca. Po si kur ke qenë familjarë, dikujna që ka morë, si themi, lapidarin për me odheq një veprimtari ilegale që cila pastaj u pasu me ushtrin qëllimtarët Kosovës, pa pikë dyshimit do të thotë që edhe familjarët një familje e kanë atë farë. Çfarë do nderimi duhet me bë jo për hir të Hashim Thaqit, apo të familjes Thaqi, po për shkak të kontributit të Haxhi Thaqit që ka pas dhe absolutisht jo ndryshe. Pse